Droguan dhe përdhunuan anglezën dënohen me 18 vite burg 2 shqiptarët në Angli. 2 shqiptarë janë dënuar me 9 vite burg secili në Angli në akuzën e përdhunimit të një anglezeje. Mësohet se 2 të rinj shqiptar, 22 vjeçari Redion Cenaj dhe 20 vjeçari Maringlen Ferrataj, janë zbuluar nga kamerat e sigurisë. Sa i përket ngjarjes, kallëzimi u bë nga vetë viktima në tetor të vitit 2023, e cila kishte rënë pre e një sulmi seksual në Leicester. Sipas asaj që ka dëshmuar viktima, ajo ka qenë në një lokal nate me miqtë e saj, ku është njohur me një djalë. Fillimisht ajo ka dalë jashtë me Cenajn dhe më pas i është bashkuar dhe Ferrataj, ku më pas të tre ata me një taksi kanë shkuar në banesën e viktimës, ku është përdhunuar. Provat mjekësore dhe kamerat e sigurisë vërtetuan akuzat ndaj 2 shqiptarëve, ndërsa po ashtu edhe deklarata e taksistit ka konfirmuar se viktima nuk ishte vigjilente për ato që po ndodhte, teksa më pas një test droge zbuloi se ajo ishte pozitive. Arrestimi i 2 të rinjve shqiptar ka ardhur vetëm 2 ditë pas ngjarjes, ndërsa gjatë marrjes në pyetje ata kanë mohuar akuzat. Ferrataj pohoi se viktima e dinte çfarë po bënte, ndërsa nga ana tjetër Cenaj mohoi të kishte pasur aktivitet seksual.